Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al amali salihan wa li wajhika khalisan wa la taj'al fihi nasiban li ahadin min khalqika ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Falendrimi dhe lavdratat i takojnë Allahu xhalla xjalaluhu, salat e salam e qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazdojmë pas Isras dhe Mirajit tek pjesa tjetër e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është paraqitja parafiseve dhe parapregaditja për udhëtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej në Mekke për në Medinë. Ardu Rasuli sallallahu alaihi wasallam nafsuhu sharifa ala al-qawaili wal afrad. Takimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fisat edhe me njerëz individualisht me kanë ka pas mundësi më taku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmedi transmeton hadith në Musnedin e tij se nga Xhabir radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar në Mekë 10 vite yattabi'u an-nas fi manazilihim. I ka përcjell njerëzit në vendet e tyre ku janë ndarë. Çdo njeri që ka ardhur jashtë Mekës në Mekë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përcjell dhe ka dashur mu taku me ta në për pazare që kanë qenë të njohura në Mekë, edhe në takimet e sezonit të haxhit kur kanë ardhur në Mekë banor tjerë jashtë Mekës për të bërë haxhin, apo dikush që ka ardhur me bë umrën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëshiruar mu taku që t'ua paraqet fen e Allahut subhanahu wa taala dhe ju ka thonë men yu'wini men yansuruni, kush më ndihmon, kush më përkrah, kush më mbron, hatta uballigha risalata rabbi wa lahu al-janna, kush më ndihmon mu ta transmetoj fjalën e Allahut, transmetimin e Allahut, mesazhin e Allahut, ati i garantoj xhennetin. Hatta inna rajula la yakhruju min al-yamani أو من مصر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك. Derisa ka ndodhur që dikush marr prej Yemenit apo dikush marr prej Egjiptit, populli i tij ka thonë ke kujdes prej djaloshit të Kurejshve, mos bëje fitne, mos bëje problem. Pra për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo pikë kuptojmë se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam realisht është mundu, e ka dhënë maksimumin për t'i thirrë njerëzit në Islam. Është mundu me shfrytzu çdo shans që ju ka dhënë me ju paraqit njerëzve islame. Dhe përgëzimi i tij apo atë që u ka garantuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë xhenneti, jo diçka tjetër. Xhenneti që na mëson neve se në qoftë se na, pra nga historia pastaj e më tutjesh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në mëson neve se në qoftë se na e kemi për qëllim xhennetin e Allahu xhela xhelaluhu, e fitojmë xhennetin dhe para saj edhe këtë botë, edhe dunjan. Kështu Allahu xhela xhelaluhu u dha shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U dha fillimisht dunjan, krejt dunjaja u çel në dorën e tyre, pushtetet e sunduzve të mëdhej të atij zamani ronë në dorën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pasaj kënaqësia e Allahut, xheneti i Allahut xhelle xhelaluhu. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po dilte në për pazaret që ishin të njohura në Mekë, me i thirr njerëzit në Islam, apo u takonte me dikant prej personat që ka ardhur jashtë Mekës me bë umre, apo në sezonin e haxhit me bë haxh në Mekë, pas ti ka disa transmetime dhe dietarët janë mundu me mbledh të transmetime se pas ti her Ebu Lehebi, migja i ti, her Ebu Gjehli, armiku i ti, të këtë kanë qenë armiqë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë lënë vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në vazhdimshmëri i kanë shku mbrapa.
Me një anë ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, anën tjetër ka fol përmas më një herë edhe Abu Lahebi. Ka thonë innehu sabi, innehu kadhab, mos i besoni këtina se ky është gënjeshtar, mos i besoni këtina se ky ka dalë prej feje, ka dalë prej fesë së Kurajshve. Abu Lahebi me një anë, anën tjetër Abu Jahli. Çfarë mëson kjo neve? Kjo na mëson neve se ata të cilët donin pasu rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, patjetër e kanë që kanë ballavaçuar me një Abu Lahab ose me një Abu Jahl. E kur të ndodh kjo, mos jetë shkak kjo që na mundon prej thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Përkundrazi, kjo duhet me qenë frymëzim për neve që edhe më fuqishëm me të transmetuar fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thoshte: "Ayuhan nas, qulu la ilaha illa Allah tuflihu." O ju njerëz, thuni la ilaha illa Allah, keni më shpëtu. O ju njerëz, thuni la ilaha illa Allah, keni më shpëtu. Kur u takonte me fise që vinin në Mekë për ta bërë haxhin, njëjtë u premtonte dhe kërkonte prej tyre që ta ndihmojnë, që ta përkrahin, që ta mbrojnë për çka? Për ta transmetuar fjalën e Allahut, për ta transmetuar mesazhin e Allahut subhanahu wa taala. Çfarë na mëson kjo neve? Kjo neve na mëson se kur duhet me shfrytzu dikan për Islam, mos më ardh marrë. Kur duhet dikan me shfrytzu për fenë e Allahut, për ta ndihmuar fenë, për ta përkrah fenë, për ta mbrojtur fenë, për ta transmetuar mesazhin, mos më ardh marrë. Si ka ardhur marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dalë dhe më thon fisëve të arabëve, me ata që është taku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo personave individual, me ju thon kush më ndihmon mua. Për çfarë më ndihmon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Për veten e tij? Jo. Kush më ndihmon që ta transmetoj mesazhin e Allahut? Kush më mbron që ta transmetoj mesazhin e Allahut? Kush më përkrah që ta transmetoj mesazhin e Allahut subhanahu wa taala? Kjo na mëson neve që kur vjen puna ndihmimi, përkrahja, mbrojtja e fesë Allahut subhanahu wa taala, nuk duhet fillimisht me na ardh marrë në me qenë ata që investojnë më shumëti, dhe nuk duhet me pas turp që me kërku prej tjerëve me ndihmu fejnë Allahut subhanahu wa taala aty ku ka nevojë feja Allahut xhelaluhu. Qoftë ajo me parë, qoftë ajo me talebulin, qoftë ajo me xhihad, qoftë ajo me një punë tjetër, prej punëve të cilat ndihmohet apo mbrohet feja e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u taku me shumë fise. U taku me shumë fise. Interesantja është se disa fise e kanë refuzuar me refuzim të prej. Disa fise ju ka pëlqy atë që ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa fise kanë hesht. Disa fise kanë hesht. Fisi Hamadan. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Hal min rajulin yahmiluni ila qaumi." A ka bën njëri, a ka një person i cili merr me veti dhe më çon te kabilja vet, te fisi vet. Fa inna Quraishan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Për shkak se Quraishit janë të penguar. Janë të penguar për të transmetuar fjalën e Zotit tim. Është taku me një person nga fisi Hamadan, i ka thonë kush je ti? Ka thonë jam prej filan fisit. I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Populli jot, a është i fortë? A mundet me ndihmua? A ka forcë? A ka burra?" Qale na'am. Tha po, ka, jena të fortë. Atëherë transmetohet që ky njeri është friksu se mos vallë populli vet po e zhgënjen. Mos vallë populli vet po e zhgënjen. Shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i tha: "Ka me shku njëherë mu taku me popullin tem, me ju të reguë, e pastaj ka më ardhë me të regu tyje." Këshira, sa është e rëndësishme burnia. Jo besimtar kanë qenë. Mirë po, ka thonë nëjna të fort, këna pushtet, këna mundësime të mbrojt, ama fillimisht shkoj të foli njëherë. Fillimisht të flas njerë me ta, pse? Se mos mi dhonë laf njerit, mos mi dhonë bejs pejgamberi sallallahu, mos mi premtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj populli vetë me zhgënjye dhe me dalë keq para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është punë shumë e madhe. Dhe kjo është punë shumë e rëndësishme. Sidomos për besimtarët, që mos me dhon laf e mukorit pastaj. Po me i marr situatën mirë, me e bë hesapin si duhet, e pastaj me e bë hapin e duar. Shkoi te populli vet, mirë po ensart erdhën
në muajin Rajab. Erdhën para se marrë ky personi apo në haxh, mu takoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, erdhën ensart dhe ja dhan besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fisi bani Amir bin Sa'sa'a. Fisi bani Amir bin Sa'sa'a. U takun pejgamberi sa mi takoi në haxh dhe u paraqiti Islamin dhe i thirrin në Islam. Dhe një person tha, populli jot janë më të dijshëm për tyje. Qysh me të mbrojt në tyje? Mirë po tha, i tha popullit vet, po e shoh që këtë njeri, në qoftë se na e marrim, kena me i zotru Arabt. Kena me pas pushtet mbi Arabt. Dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ara'ayta in nahnu taba'naka ala amrik. Çka thu ti? Nëse na të pasojnë atyje në çështjen tënde. Thumma adhharaka Allahu ala man khalafaka. Pastaj Allah t'jap ty pushtet kundër atyre që të kundërshtojnë. A yakunu lana al-amru min ba'dik? Ana takon pushtetin neve pas teje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-amru ila Allahi yad'uhu haythu yasha. Kjo çështje i takon Allahut, Allahu ku don, ku na don, ja le pastaj. Ata i than, ky njeri i tha, Bejharatu bin Firas, na të futemi për ty, në luft me Arabt, të investojna për ty, në luft kundër krejtve, dhe pastaj, mos me qenë çështja, mos me qenë udhëhecia, pushteti për neve pas teje, i tha, la hajjete lena bi emrike, fe ebeu alej. Tha, në s'kena puna me ty, edhe refuzun. Erdhen prej Mekke, të këfisi i tyre, Beni Amir. Atje kishin një plak i cili nuk mund të mu thu me ata për në Mekke. Mirë po, çka do që ndodhte gjatë udhëtimit, gjatë haxhit dhe gjatë kthimit për në fisën e tyre, plaku i pyette, çka ka ndodhur, a ka ndodhur, a janë taku me dikan, a ka ndodhur diçka dhe shumë rrallë. Edhe i tregon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe plaku e kapi kryen me dorë. Qa keni ba? Pse se keni pasu? I nxiti, pse se keni pasu? Për shkak? Pse? I tha, për shkak se këtë pretendim nuk e ka thonë në mënyrë gënjeshtër dikush prej bijve të Ismailit. Deri tash, prej të Ismail alayhis salam. Deri tash, askush nuk ka pretendu pejgamberi. Çka keni bërë? Çka ndodhi me ju? Pse nuk e pasut? Këtë ky plaku i mençur, ka thonë dietar. Dobija e kësaj që ka thonë ky plaku. Saktësinë e pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka fol njerëzve, ju ka fol me çështje reale. Ju ka premtuar çështje reale. Ka thonë kush më mbron mua, kush më ndihmon, kush më përkrah. Për të transmetuar fjalën e Allahut, për ata është xheneti. Për ata është xheneti. Thonë dietarët, dhe kjo është komplet diçka tjetër prej premtimeve që japin mbretërit e mëhershëm, edhe pushtetarët e mëvonshëm, edhe të kohës tonë, prej premtimeve të shumta që japin. Apo na i dim çdo cikël para zgjedhor ku ka të na. Të na dhe ku do kofshin zgjedhje. Po sidomos tek popujt e varfër më shumë, tek popujt e Ballkanit dhe vende të tjera. Para apo në kampanjën para zgjedhore, ti thu kur kam i bën këto premtime. Do thonë aq shumë premtime premtojnë, so që ti me matematikën tonë nuk delbe hesapi, nuk bën ose shumë janë. Nuk arrihen të paarritshme janë. Dhe bëjnë premtime të mëdha. Dhe njerëzit për fat keq mashtrohen pas këtyre premtimeve, e posa ta marrin pushtetin, harron këto premtime. Dhe nuk realizohet për këtyre premtimeve, vetëm se 1, 2, 3, 5%. Edhe 10% në kampanjën tjetër para zgjedhore, të i marrë dhe disa vota tjera. E kështu nuk është gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu nuk duhet me qenë gjendja e një thirrsi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Me u dhon njerëzve premtime boshe. Çka ka për këtë punë? Xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Në qoftë se ale kufrin dhe shirkun dhe
e mëson besimin, fillon me fal namazin, fillon me nushu Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ty është xhenneti. E në qoftë se jemi kështu thash, pa pik dyshimi, edhe prej dunjas këna fitu shumë. Që shfitu shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fisi Abs u taku me këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abdullah bin Wabisate al-Absi, nga babai i tij, nga gjyshi i tij. Thot erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me na taku neve në Mina, domethënë në periudhën e haxhit. Thot dhe ishte i hipur mbi kafsh dhe pasi ishte Haritha radhiyallahu anhu. Thot dhe na paraqiti Islamin. Thot asnjëri prej neve nuk ju përgjigja. Mirë po me neve ishte një djalosh i ri, Meysarata bint Masruk al-Absi. Ky djaloshi i pëlqej fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pëlqej mesazhin, e pëlqej shpalljen. Dhe i tha popullit vet, mos u gutni. Ata nuk e ndëgjuan. Në të kthyme për vendin e tyre, ju tha: kena mu ndalë në filan vendin, sa aty ka jehud. E ata kanë informacione për pejgamberllëkët. Kanë informacione për pejgamberët. Kena me e pyet. Dhe u takun me jehudët, i nxorën librat dhe filluan jehudët me u tregu cilësitë e pejgamberit të fundit. Dhe këto cilësitë e pejgamberit të fundit ishin bukfal, të përshtatshme, të ngjashme me cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Meysara u tha, ky është njeriu. Dhe jehudët i thanë, pasojnë se nëse jo është ky person me këto cilësi, ky është pejgamberi. Refuzuan. Thanë kena më ardhur vitin tjetër. Vitin tjetër prisi i tyre nuk i la më ardhur në hax. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bani hijrat në Medinë. Kur erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bë haxhin e lamtumirës, u taku përsëri me këtë djaloshin Meysara. Dhe i tha ja Rasulullah, prej asoj dite, kjo sa e madhe vazhdimisht edhe sa duhet neve me na bën me kuptu fejnë Allah dhe me kuptu rëndësinë e mësimit të fejës Allah s.w.t. I tha ja Rasulullah, pejgamberi se me njofti, takimi i parë dhe kjo është i dyti, mes të parë dhe dytit ishin diku 10 vite larg. I tha pejgamberi se prej asoj dite që jam taku me ty, vazhdimisht kam qenë në përpjekje për me gjejtë dhe me mësu feje dhe me pranu Islamin. Thot edhe elhamdulillah që Allahu më shpëtoi nëpërmjet teje prej zjarrit të xhenemit. Shëta 10 vite. Për atë momenti kur është taku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe nuk i dhon shansa për s'dyti, jashtë se pas 10 viteve, krejt këtë periudhë kohore ka dhënë mund të mësu fenë Allah subhanahu wa taala. Dhe me shpëtu vetin prej zjarrit të xhenemit, me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. U taku me fisin Beni Shejban. Ndërta ishte Mafruk bin Amr, Wahani bin Qabisa, wal Muthanna bin Haritha, wal Nu'man ibn Sharik. Mirë po këta refuzun. I thanë, kjo fjale jote qenë ka fjale mirë, s'ko ka e keqe. Mirë po na jena aleat me persiant. Dhe vendi jonë është afër persianëve. Dhe na kena bu marrëveshje me ata që mos me pas punë me tjertë. Dhe së në thej marrëveshje. Një prej këtyre, Al-Muthanna ibn Harith, ka polemik të dietartë. A e ka pranu Islamin në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a s'e ka pranu? Ka transmetime që ka ardhur në Medinë dhe ka pranu Islamin. Ka transmetime që jo, e ka pranu Islamin duke qenë gjallë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po nuk është taku. Dhe kjo gjendje e bën që me qenë prej tabiinëve, jo prej sahabëve. Për shkak se sahabi është personi i cili e pranon Islamin në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe e shef me sy pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Qoftë ajo edhe një çast. Kurse ka pas njerëz që shkëna me pa tash që e kanë pranuar Islamin në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po se kanë pa me sy. Dhe ata konsiderohen prej tabiinëve, jo prej sahabëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Al-Muthanna ibn Harith i tha, na kena marrëveshje me persianët dhe suni thëna marrëveshjet. Kur e pranoi Islamin në khilafetin e Abu Bekr radhiyallahu anhu,
Al-Muthanna ibn Harith ishte në një ekspedit për ekspeditave ku e dërgoi Abu Bekr radhiyallahu anhu, dhe ishte i pari sahabi i cili i sulmoi persianët vet pa lejen e Abu Bekrit. Pa marrë leje. E bani grupën, i sulmoi persianët, morën plash të luftës, morën diçka prej fitores dhe u kthin. Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu tha: "Huwa al-amiru alladhi amara nafsuhu." Kjo është emiri që ka bërë veten vetë emir. Pa lejen e Abu Bekrit, pa e bërë Abu Bekrit, dhe nuk e banën shumë të madhe pejgamberi Abu Bekr radhiyallahu anhu apo Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu, sepse ky e ka bërë punën pa vetë kërkane dhe shumë radh. E ka kryer punën ose s'ma vete. Ky është sahabi i pejgamberit, sahabi apo prej tabiinëve. Edhe kabilet tjera që i takoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej personave që ka polemik, a e pranuan islamin, a se pranuan, mirë po shumë transmetime prej popullit të tyre thojnë që këta e kanë pranuar islamin. I pari Suwaid ibn Samit, ishte prej Medinës, edhe Iyas ibn Muadh al-Ashhali ishte prej Medinës. Thuhet që këta dhe kanë pranuar islamin para se me shku pejgamberi në Medinë. Është taku, u ka paraqit islamin dhe fillimisht kanë hezituar, kanë abstenuar, se kanë pranuar, mirë po populli i tyre në Medinë transmetojnë që pak para vdekjes për Iyasin posaçërisht që e kanë pa që në momentet e vdekjes ka bërë tekbira, ka thonë subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, edhe kështu me radhë, mirë po dietarët e kanë furt në kategorinë e tabinëve, jo të sahabëve. Pse? Për shkak se ka pranuar islamin në Medinë, ama se ka pa si musliman pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka vdek para se mu taku për s'dyti me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe islami i Tufail ibn Amr ad-Dawsi, ky sahabi i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thash dhe prej këtu fillon ajo cikli i ligjëratave interesante nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tufail ad-Dawsi ishte prej kategorisë së lartë të popullit të tij, fisi Daws prej Yemenit. Erdhë në Mekë. Sa u fut në Mekë, fillon me i fol me kelit atë shumë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tu ja tërheq vërejtjen. A Tufail ad-Dawsi ishte poet, ishte njëri i mençur, nuk ishte mendjelejt. Mirë po atë shumë i folën kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë shumë e tërheqën vërejtjen, sa që kur dul më në qave i vendosi pambuk. I msheli vesh me pambuk, mos ta dëgjoje. Dhe kur del në Mekë, kur del në Qabe, e sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u fal. Edhe fillon me ju afrua. Edhe e shikon. E thot vetëm se, o Tufail, po ti si e mendelejt. Ti nuk je mendelejt, as i çmendur nuk je. Ti njëri i mençur je. Dëgjoj fjalën e personit. Qoftë është e mirë, pëlqen dhe e pranon. Qoftë nuk është e mirë, e refuzon. I ka ikë pambukat. Edhe ka prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të largohet. Është largu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa është fut në shtëpinë e tij. Kur është fut në shtëpinë e tij, është fut edhe Tufail ibn Amr ad-Dawsi, shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka thënë: O Muhammed, populli jot, atë shumë kanë fol keq për tyje, atë shumë më kanë tërheq vërejtën prej tyje, me pas kujdes se ky i kanë do familjet tona, ky ban siher, ky është kështu, ky është kështu, ky është kështu, edhe shumë radh, derisa thot ka vendos pambuk mos më dëgjua. Mirë po, unë jam prej poetëve. A ka mundësi më tregua atë çka e keti me vete? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja paraqet islamin. I pëlqen dhe e pranon islamin Tufail ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Dhe Tufail ad-Dawsi niset për popullin e vet. I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: unë kam u takua me popullin tim, po luta Allahun që Allah të më jep ndonjë argument ta shfrytëzoj për me i thirr popullin tim në islam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën dua. Dhe thot Tufail ad-Dawsi: por se jam afru vendbanimit tim, me një vend pak më të lartë, thot më paraqit një dritë midis ballit. Argument. Allahu e bani që me pas një dritë si fener midis ballit, midis dy syve. E tha, ja Rab, o Allah, jo në trupin tem,
po në diçka tjetër. Pse jo në trupin tem? Tha, për shkak se u friksova, mos mendojnë që më ka kaplu ndonjë dënim për shkak se kam lënë fenë e vallarëve. Tha, dhe ajo dritë u transferu prej midis dy syve në qoshin e shkopit. Dhe njerëzit e kanë përcjell duke u afruar tek vetbanimi i tij natën si fener me pas me vete. I ka thirr në Islam. I ka thirr në Islam Tufail ad-Dawsi. Çuçi ka thirr në Islam Tufail ad-Dawsi? Është taku me babain e tij. Thot, falamma nazaltu atani abi. Thot, pasi që u afrova tek shtëpia ime, tek vendi im, më erdhi babai. Ishte plak i vjetër. Fa qultu ilayka anni ya abati, falastu minka wa lasta minni. I tha, largohu prej meje, o baba jam. As nuk jam i joti, as nuk je i imi. As nuk jam prej teje, as nuk je prej meje. Kale, lima ja bunej? Tha, pse, o djali jam? Kultu eslemtu wa taba'tu dina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot, për shkak se e kam lënë fen e juve dhe kam pasu fen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kale, ej, bunej, fe dini, dinuk. Ka thënë, djali jam, feja eme është feja jote. I ka thënë babës vetë, fadhhab waqtasil wa tahhir. Shko, pastroju, laju, pastroj petkat tua. Ka shku, ka lajt, u ka pastru, i ka pastru teshat, edhe ka ardhur te Tufejli. Thot, hatta uallimaka ma ullimtu. Derisa ta mësoj atë çka jam mësu unë për pejgamberin sa stem. Ka shkua dhe ka tregu Islamin, pastaj i ka ardhur bashortja, i ka ardhur gruaja. Kur i ka ardhur bashortja, i ka thonë ilejki anni. Ka thonë largoj prej meje. As nuk jam prej teje, as nuk je prej meje. Ka thonë pse? Ka thonë për shkak se kam lënë fenë dhe kam pasu fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë, po feja jote është feja ime. Çka do të më bë? Ka thonë shko pastroj petkat edhe hajde. Ka shku, pastru, edhe ka ardhur, dhe ka paraqit Islamin dhe ka pranuar fenë Allahut subhanahu wa taala. Thot Tufail ad-Dawsi. Ka fillu me bo thirrje në Islam, më njëherë. Se i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam njëri që më shkon muhabeti, më ec muhabeti te populli, më dëgjojnë. Kur ka shku te populli nuk ju ka përgjigj që ka prit Tufail ad-Dawsi. Ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka thënë, da'utu Dawsan ila al-Islam fa abta'u alayhi. Ya Rasulullah, i thira Dawsin në Islam, ama ato u vonun, nuk u përgjigjen. Thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fa qultu Rasulullah inna Dawsan qad asat wa abat. I ka thënë Rasulullah, fisi Daws ka refuzu. Edhe ka kundërshtu. Fad'u Allah alaihim. Luta Allahin kundër atyre. Luta Allahin të shkatroje. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiblata wa rafa'a yadayhi faqala an-nasu halaku. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthy ka kibla, i çoi durt ka qielli, njerëz than Dawsi u shkatru. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahumma hdi Dawsa wa ati bihim, Allahumma hdi Dawsa wa ati bihim. O Allah, uzoje fisin Daws, edhe bjeri ata të na. O Allah, uzoje fisin Daws, edhe bjeri ata të na. Thot, Tufail ad-Dawsi. Jam kthyt e fisi im. Kam vazhdu me i thirr ata në Islam. Derisa pejgamberi se bani hijrat në Medinë. Pastaj ndodhi lufta e Bedrit. Pastaj ka ndodhur lufta e Uhudit. Pastaj lufta e Handekit. Thot, dhe na pas kësaj kena shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë me ata të cilët e kanë pranuar Islamin prej fisit tim. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kena ardhur në Medinë, ai ka qenë Khaybar. Ai ka qenë në ekspeditën e Khayberit. Thot, kanë ardhur bi 70 au 80 bejte min ad-Daws. Pas kësaj periudhe. Kur është kjo periudhë? Fillimi i Islamit herët, do të thonë para hijretit. Dhe ka ardhur diku mas shumë viteve. Te pejgamberi sallallahu me sa vete ka ardhur? Me 70 ose 80 shtëpia prej fisit Daws.
me 70 ose 80 shtëpia prej fisit Daud. Thotë kena ardhur në Medinë dhe jena nis për te pejgamberi sallallahu në Khaybar. Mos më ik puna. Mos më thon ka shku kena me e prit. Kanë shku me te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tufejle Dausi pas ka bërë shumë davet, apo? 80 ose 70 shtëpia. Një shtëpi, Allahu e din më së miri sa antari ka pas. Ama mbi krejt këtane, në dorën e Tufejl ibn Amir ad-Dausit e ka pranuar Islamin Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira radhiyallahu anhu se kon prej fisit Daus. Mjafton kjo si vlerë për Tufejl ad-Dausit, që e ka pranuar Islamin, transmetuesi më i madh i haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pas vdekjes së tij. Mjafton kjo. Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Khaybar, Ali radhiyallahu anhu, لأن يهديك الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Që ta uzon Allahu një person në dorën tënde është më mirë për ty se sa të me pas deve të kuqe. Se sa në zamanin tonë me pas kera të mirë, ku di çfarë kera për 100.000, 200.000, 300.000 euro kanë me pas. Më mirë është kjo. Se kjo është shumë punë e madhe dhe vlefshme te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj në luftën e Yamames, Tufejl ad-Dausi ra shahid. Fillimi i Islamit të Ansarve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thash nuk u ndalte, duke kërkuar dikant që ka më mbrojt dhe ka më ndihmu për me transmetu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Në vitin e 11 të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sezonin e haxhit takohet me një grup prej Khazrejit, me një grup prej Medinasve që kanë ardhur në haxh. U taku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju tha: "Men antum, kush jeni ju?" Thanë: "Ne jena një grup prej Khazrejit, pra një fis prej fisëve të Medinës." U tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Amin mawali al-yahud, a prej aladve të jehudve?" Au Khazrejit kanë qenë alat me jehudët në Medinë. Qalu na'am, thanë po. Afala tujalisuna ukallimukum, u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A nuk po ulni, do bëna pak muhabet. T'ju flas pak. Ti ndrojmë dollafe." Qalu bala, fajalasu ma'ahu fada'ahum ila Allah azza wa jalla wa arada alayhim al-islam wa tala alayhim al-Quran. U ulën, u aparaqiti Islamin, u lexoi ajete nga Kurani dhe i thiri për te Allahu i lartë madhruar. Kur i thirin Islam, fisi i Khazrejit kishin informacione për pejgamberin e ardhshme. Për shkak se në Medinë kanë jetu jehudët. Dhe jehudët çdo herë që kanë pas probleme me arabët, i kanë kërcënuar arabët. Ju kanë thonë, pritni edhe pak ju, derisa të vjen një pejgamber. E kur të vjen ai pejgamberi, me ata kena me luftua. Dhe ka transmetime që dikush prej sahabëve kanë dëgjuar këtë laftë prej jehudëve. E ky sahabi pasaj prej arabëve ka qenë, ka ardhur pejgamberi, e ka pranuar Islamin dhe ka shkuar ka thonë: "A na thosh ju neve që kur të vjen pejgamberi ka ardhur pejgamberi, pse nuk e pasoni?" Kanë pasu hasada min anfusihim. Po shkak hasedit që kanë pas ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ndaj arabëve se kanë prit po vjen prej anës së tyre. E ky grupi prej Khazrejit ishin 6 veta. Ishin 6 veta prej njerëzve të mençur nga fisi i Khazrejit. Dhe çka i bani këta që ma let me u përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma let me pranu Islamin. Për shkak se mes Ausit dhe Khazrejit kishte një periudhë të gjatë kohore që ata kishin luftë bela mes vete. Edhe fisi Aus, edhe Khazrejit ishin prej Medinës. Dhe ata në periudhë të gjatë kohore kishin bela mes vete. Dhe para këtij takimit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo thuhet 5 vjet para se e bu hijrat pejgamberi në Medinë, ka ndodhur një luftë. Lufta e Buath. Janë vrarë paria kryesorët e Ausit dhe Khazrejit në luftë. Është luftë e madhe mes Ausit dhe Khazrejit. Dhe sikur popullata më janë lodh për kësaj belaje, kanë dashur mi dhon fund qysh. Kanë prit qysh me ndodh diçka që mi dhon fund këtij problemi mes Ausit dhe Khazrejit. Fa amalu an takuna da'watuhu saban li wad'i al-harb. Dhe shpresuan
që thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos po bëhet shkaktare për mu ndalë me kjo luftë. Dhe ashtu ndodhi. Ardha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë i dha fund problemit mes Ausit dhe Khazrejit, por shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vllazëroi Ausin edhe Khazrejin. Ishin vetëm 6 persona: Asad ibn Zurara, Auf ibn Harith, djali i Afras, Rafi ibn Malik, Al-Ajlan, Qutbatu ibn Amir, Uqbatu ibn Amir, Jabir bin Abdullah bin Riab. Jo Jabir ibn Abdullah bin Haram, që është i njohuri, kjo ka qenë tjetër sahabi. 6 veta që janë takuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe e kanë pranuar Islamin në vitin e 11 të pejgamberisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në vitin e 12 të pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vinë përsëri në haxh prej Medine. Vinë 12 persona. 5 prej 6-ve vitit kaluar, edhe të tjerë prej banorëve të Medinës, të cilët e pranuan fen në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja dhan besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kto ishte Bai'atul Aqabati al-Ula, beja e Aqabes, e para. Ishte e dhënë prej 12 sahabive. Ka polemik mes dietarëve se çfarë bejse është kon kjo. Disa dietarë për shkak të kuptimeve të haditheve që s'kan mujt me uron trak mirë haditheve, për shkak se transmetuesi është i njëjti 2 haditheve, mendojnë që ky besatim ka qenë besatimi i grave, e cila është e njohur në surën Mumtahina që ka ndodhur ky besatim i grave pas qëllimit të Mekkës, që mos me bëj zina, mos me bëj shirk Allahu subhanahu wa taala, mos me bëj zina, mos me vjet, mos me shpif, edhe shumë rraf. Po më saktë është se besatimi i parë edhe i dytë i njëjtë ka qenë besatim i dëgjimit dhe respektimit dhe besatim që me mbrojt, me ndihmu, me përkra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për transmetimin e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Pra ata i dhan besa që kanë me ndihmu kur kanë me qenë zor, edhe kur kanë me qenë bollok, kanë me ndihmu kur t'jen me vullnet, edhe kur t'jen pa vullnet, kanë me urdhun të mirë, kanë me ndaluar nga e keqja, kanë me thonë të vërtetë dhe s'kanë më friksu në thënien e të vërtetës kërcënimit të kërcënuesve. Dhe kanë me ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që mbrojnë vetët e tyre, edhe gratë e tyre, edhe familjen e tyre. Këtë besatim i dhan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hibban i transmeton një hadith se xumaja e parë e cila është falë në Medinë është falë prej Asad ibn Zuraras radhiyallahu anhu. Ky sahabi, i cili ka qenë sahabi shumë i mençur, e i cili e pranoi Islamin në vitin e 11 të pejgamberisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë prej burrave me autoritet në Medinë, thuhet në hadith dietarët kanë bërë hadithin të vërtetë, se kanë bërë hadithin hasan, se Asad ibn Zurara është i pari i cili i ka thirrë njerëzit dhe ka falë namaz xumaje në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në besatimin e Aqabes të parën, kur shkuan në Medinë, sahabët me ta e dërgoi edhe Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Ky sahabi i madh, ky sahabi i mençur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky sahabi i cili kishte thith prej moralit dhe akhlakit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u bë shkak që kur të shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, në çdo shtëpi të ketë burra ose fëmijë ose gra që kanë pranuar Islamin. Në çdo shtëpi në Medinë. Dhe ishte shkaktar për me e pranu Islamin Sa'd ibn Muadh radhiyallahu anhu edhe Usaid ibn Khudhairi radhiyallahu anhu. Këto ishin 2 koka të fisëve të tyre. Asad ibn Zurara e mur Mus'ab ibn Umairin në shtëpinë e tij. Dhe e mirë të me vete, edhe dilte në për Medinë me bo davet. Dhe u afrun të kabilja e Sa'd ibn Muadhit. I ardh informacioni Sa'd ibn Muadhit se të këfisi ti ka ardh Asad ibn Zurara, të cilën e kishte djalë të tezës, Sa'd ibn Muadhit, dhe përban davet. Edhe i tha Usaid ibn Khudairit, tha ti e di që unë kam del hale, edhe shumë bëra faqona me ta. Ama ti shko edhe përzini.
Le të largohemi për këto. Mos na të lavisin hesapin neve këto. Asad ibn Zurara, Usaid ibn Khudejri, shkoj për me përzan Mus'ab ibn Umairin edhe Asad ibn Zurarën prej vendit ku ata bënin davet. Me pengu davetin. Për shkak se në atë kohë ishin mushrik në fen e arabëve. Kur u takuan, Usaid ibn Khudejri shkoi dhe u taku me ftyrë të mrekullueshme. Veç me ftyrë ju dha mesazh se çka do të më bëj. Mus'ab ibn Umairi, njeri i mençur, davetxhi i klasit të parë, i tha Usaid ibn Khudejrit, nuk është problem. Veç qose ka mundësi, ulu edhe ndëgjoje muhabetin. Qose të pëlqen, e prano. Qose nuk pëlqen, na hecim, nuk pengojna. Tha të vërtetën e këtha. E mor shpatën, e ngulin tokë, edhe ol. Edhe filloi Mus'ab ibn Umairi me paraqit islamin dhe me lezu prej Kur'anit. Me njëherë. I tha, e çka du të me bë për me hy këtë fe? Tha, shkon pastrohesh, merr gusull, i pastron petkat, edhe pranon islamin, edhe i fol 2 rekat. Me njëra vepraj. Edhe u kthyi te Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu. Kur shkoi në mexhlisin që e kishte Sa'd ibn Mu'adh me fisin e vet, ju tha njerëzve që ishin përreth, Usaid ibn Khudejri është ardhur me një gjendje ndryshe prej asaj që shkoi. Me ftyrë ndryshe. Kur ardh, Usaid ibn Khudejri i tha, i largova, i thash me hec. Ama mora vesh që filan fisi po dëshin marrë Medinë me evra Asad ibn Zurara. Sa'd ibn Mu'adh ka pas gjalteze. Ja ka marrë shpatën prej dore edhe ka nxitu. Ka thonë dietar, ka dash Usaid ibn Khudejri me ngrit fanatizmin për mbrojtjen e familjes, veç të shkojë të ngojë muhabet, që të vranoi islamin. E ka përdor këtë intrigë, kështu ja thonë, mora vesh që dëshin marrë me evra, djalet e zestame. Ja ka marrë shpatën, ka shku. Kur ka shku mbralt ka shku. Ka thonë, ti e di që janë gjaltezet kam, ama mos na preshish as hesapin edhe këto. Largoni pi këto. Mus'ab ibn Umairi ka thonë, ka dalë. Ulu, bëjna muhabet. I ndrojmë do llafe. Si të pëlqeje, ndëgjoj llafet. Si të pëlqeje, pranon. Si mos pëlqeje, na problem si u bëjna. Na nuk ju pengojna. Na ecim më një. Ka thonë, të vërtetën e ki thonë. E ka u shpatën, edhe është ullë. A para se me ardhë, kur e ka po Asad ibn Zurara, se është dorë Sa'd ibn Mu'adh, i ka thonë Mus'ab ibn Umairi, në qoftë të se, ke sukses, me i bota vetë këtina, krejt kabile pranë islam për këtina. Sa është rëndësishme me i kap kokat, sa është rëndësishme me i po njerëzve me autoritet davet, me pranë islamin, me në shu Allah s.w.t. Për shkak se ata pastaj mund të bëjnë shumë davet, jo ndoshta me shumë ilm, me një fjalë. Qysh ka vendos, qysh ka vepruar Mu'adh ibn Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu. I ndëgjoi fjalë e pranoi islamin. Shkoi te kabilja vet. Ato njerëz që ishin në mexhlis më një herë ju tha, prej sot as nuk jam prej juve, as nuk jeni prej meje. Do thonë pse? Thotë ku pasu fenë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thotë pa dana pasojna. Më një pranoi islamin. Transmetohet që deri në mbrëmje nuk ka mbet asnjë prej fisit vet, vetë se krejt e kam pranuar islamit për pos një personi. Usaidi. Për pos një personi se ka pranuar islamin, ky e ka pranuar islamin në luftën e Uhudit. E në luftën e Uhud e ka pranuar islamin dhe ka rënë shahid pa i bërë sejdë hiç Allahut subhanallahu. Dhe pejgamberi sa më ka thonë, kjo është banorëve të xhenetit. Kjo është banorëve të xhenetit. Tash Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu e përgatiti këtë terren për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A e kuptojna rëndësinë e davetit vëllazëri? Dhe shumë me thonë Allahu akbar, Mus'ab ibn Umairi sa davet pas ka bërë. Po kush i ka bërë davet Mus'abit radhiyallahu anhu? Mus'ab ibn Umairi radhiyallahu anhu e ka pranuar islamin në dorën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Para në Abu Bekri vetë far bereqeti nga dhënë Allah s.w.t. Far personi zgjedhur nga ana Allah të kohë. Uthman ibn Affani, i përgëzuar me xhennet. Sa'd ibn Abi Waqqas,
i përgëzuar me xhennet. Abdulrahman ibn Aufi, i përgëzuar me xhennet. Zubair ibn Awami, i përgëzuar me xhennet. Talha bin Ubaidillah, i përgëzuar me xhennet. Mus'ab ibn Umairi, xhennetli se ka rënë shahid luftën e Uhudit, edhe hajde thot punë ka bërë pejgamberi s.a.s. Bilal radhiyallahu anhu, edhe shumë sahabi tjerë. Bilal xhennetli, edhe shumë sahabi tjerë, familja e vet, Aisha radhiyallahu anha, Hafsa radhiyallahu anha, Esma radhiyallahu anha, gruaja e Zubair ibn Awamit. Fal bereqeti, subhanallah. Fal bereqeti i madh kësi burra me pranu islamin dorën tënde. Po edhe mos me qenë kështu, pejgamberi se më tha, një me pranu islamin prej dorës tënde është më mirë për ty sa e pas deve të kuqe. Lusim Allahun që Allah të mëson të përfitojmë nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun që Allah të falë mëkatet tona. Vazhdojmë inshallah nesër me besën e dytë të Akabes dhe përgatitja për hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për në Medinë. Subhanallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.